Dhe me gëzuar jam në shtëpinë time, jam në vendin tim, edhe erdha me gëzim se e dua vendin tim, nuk dua të praktis, u linda këtu dhe duhet të jetoj këtu dhe të vdes këtu që thonë. Po ma betesh këtu që ato që na trashëgimnuan plejk tanë, mos na I marrin të tjerë, se është gjëna, se bota kështu kanë ikur përpara. Se ne ndënjëm 30 vite në Greqi edhe dim, të më thënë, si ishte sistemi atje. Shiste një cop tokë, ose infestonte në atje, ngrinte një lokal, ngrinte një diçka, një punë, një biznes, edhe rini njerëzit atje. Kurse djalim tani të vi këtu, nuk më le të bëj një cop shtëpi unë, jo të lëri të bëj biznes, se s'të jep letra. Po ka të thua që ke të trashëguara, Po. I ke marrë dot? I kam aplikuar është I kam marrë. Me AMTP, po, me ligjin. Me 7.501 dhe edhe të... Sa vite ke shka aplikuar? Sa kemi? Që kur erdhëm, 4 vjetë. Në 4 vjetë, 4 vjetë që I kam... Si kam marrë, dhe me thënë, erdha me qef që të bëj këtë dhe u demoralizova rrugës, se nuk gjenje... Me gjitha të shprejtësojmë të kjo që do ndodhi këtu, po vetëm që duhet të pjetë edhe fshati. Jo vjen të jetë rivendos një barikat në rrugë edhe nuk pjetë që këta njerëzit ka rojtur në naime dhe në prindrit mirën nga 30 pika në kooperativa tere për këtë vëndin. E kanë bajtë për këtë vëndin. Ne kishim të trashëguar. Dhe janë të trashëguara. Kjo është vrështi Vëgjajstefës, vrështi Delambrës, do me thënë, toka tona, nuk thoshin se është toke kooperativës ose toke e uajve, kishin embra. Edhe shinorit I dinin plejk të vjetët, kur u ndanë në ndjetën që u bë ndarja, nuk uzun me njerëzit, I dinin ku I kishin. Tani vjen tjetër të thëtë, kemi vendoske. Si rezotri kam bi vendoske. Faleminderit shumë.